Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah ibn Mubarak dhe vejushe me 4 fëmijë. Po ju rrëfejmë sot diçka nga historia e muslimanëve në të kaluarën. Dhe po marrim shembullin e Abdullah ibn Mubarak ibn Wadih al-Handali at-Tamimi radiallahu ta'ala anhu arda. Kjo është një gjalosh që lindi në vitin 118 hijri, që përputhet vitit 737 të erës sonë. Pra, diku 108 vite pas vdekjes së Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, nga një familje modeste. Babai i tij ishte një punëtor i thjeshtë që punonte në kopshtet e pasanikëve, me mëditje të caktuar, gjë të cilën e vazhdoi edhe Abdullahu pasi që u rit. Abdullah ibn Mubarak ishte një nga besimtarët e sinqertë dhe shumë i devotshëm ndaj Zotit. Një ditë prej ditëve, pronari i kopshtit për të cilën përkujdeseshte Abdullahu i ardhi për të vizituar dhe kërkoi nga Abdullahu t'i sjellë një trunk rushi. Abdullahu ja solli një. Ai e provoi dhe e gjuajti. Tha më sjell një tjetër, djali mirë. I solli edhe trunkun e dytë, i cili po ashtu ishte i hidhur, sikurse i pari. Pronari ju drejtua: o djali mirë, aq shumë vite që punon në kopshtin tim, ende nuk dish të zgjidhësh një trunk rushi të pjekur? O pronari kopshtit, unë kur nuk kam provuar rushin për vetveten time. Atëherë, si do të di të zgjedh se cili është i ëmbël e cili jo? U habit pronari nga kjo përgjigje. Si? Asnjëherë nuk e hëngër nga rushi, përderisa kalon ditë të tëra në kopshtin tim? Tha jo, vallai, kuri. E pse jo? Sepse pronari kur nuk më ka thënë që guxoj të ha nga ai. Andaj, si do t'i lejoj vetes diçka që Zoti ma ka ndaluar, pra të ha nga kopshti huaj. Subhanallah. U habit pronari nga kjo situatë dhe i drejtohet Abdullahut: o djali mirë, nga sot ke të drejtë të hash sa të duash dhe kur të duash. Faleminderit, Allahu ta shtoj bereqetin, ju përgjigj Abdullahu. Kalojnë ditë të plota e Abdullahu vazhdon punën dhe fillon të mësoj për fenë e Zotit dhe mundohet të grumbulloj ca pasuri. Qëllimi i tij ishte një ditë prej ditëve të shkojë në hax. Ai banonte në periferinë e Bagdadit perëndimor, pra në Irakun e sotit. Pas ca vitesh, ai grumbulloi pasurinë e duhur dhe po përgatit vetveten e tij të i bashkangjitet karavanit të haxhilerëve për në Mekë. Të gjithë ju kënaqën ardhjes së tij për në hax, sepse e dinin se ai do t'ju ndihmoj shumë, do t'i mësoj kryerjen e haxhit dhe do t'ju ndihmojnë në zbatimin e urdhrave dhe detyrave në hax. Ai u përshëndet me të gjithë në xhami, në namazin e jacis, dhe doli pas namazit në koshi dhe akraba për të marrë halallakun e fundit para se të niset për në hax, gjë e cila është tradit në Islam. Në njërën nga rrugicat e Mohallës, pra të lagjes në të cilën ai po bonte vizita, duke ecur derë në derë e duke përshëndetur e kërkuar halallin, pa një nënë e cila po vështron një herë në të djathtë e një herë në të majtë, dhe ulet te mbeturinat e qoshit të rrugës dhe po nxjerr nga thellësia e mbeturinave një pulë të cofët. Pula ishte aq e dëmtuar dhe aq i vinte era e keqe, sa që mundeshte njeriu të hetoj coftinën edhe nga largësia. Ajo e mori pulën, e futi nën sjetull dhe po ecë sikur nuk ndodhi asgjë. Çka bëre oj nanë? Ç'është kjo pulë kështu? A nuk e dinë se coftina në Islam është ndaluar? A nuk dinë se ajo të dëmton shëndetin? I drejtohet Abdullahu, i cili ishte bukur i njohur në atë rrethinë. O Abdullah,
Lëri gjërat e njerëzve në dorë të Zotit. Mos ndërhyjmë, të lutem. Pasha Allahun nuk dua të ndërhyj. Dua të di për emër të Zotit se ç'ndodhi. Ç'është kjo cuftin në krahun tënd? Gruaja nuk do të di fare për pyetjen e Abdullahut. Për emër të Zotit do më tregosh. Po mbasi më ngushtova aq, dhe emrin e Zotit ma përmende, po të tregoj pra. Abdullahu shikon zonjën në sy, kurse asaj i rrjedhin lotët përpara se t'i dalin fjalët nga goja. Allahu juve u ka ndaluar coftinën biri im, por neve na ka lejuar. Unë jam nën e 4 vajzave jetime. I Zoti i shtëpisë, pra buri im, ka vdekur dhe më ka lënë të vetme me 4 vajza të vogla. Neve na ngushtua jeta biri im dhe na shtrëngoi varfëria. Trokita në derë të njerëzve për të marrë pak ushqim, por njerëzit secili me hallet e veta. Dikush nuk kishte, e dikush kishte, por zemrat i kishte të shprazura biri im, të shprazura nga mëshira dhe njerëzilloku. Dhe kështu biri im kaluan ditë, pa copë buke dhe pa ushqim në shtëpinë time. Në këto momente më kujtua ajeti i Kur'anit në surën Maide, që lejon mbajtjen e shpirtit edhe në qoftë se gjesh një copë nga coftina. Pra e mora pulën dhe po nisëm për të shtëpia. Pa nxjerr asnjë fjalë, lotët e Abdullahut po i rrjedhin. Po vërshojnë më shumë se tek kësaj nane, që ajo më është shoqëruar me lotët e saj në jetën e saj. Abdullahut i sillet në krye një mendim. Ai fut dorën në xhep të marrë dinarët e fituara me vitet e tëra për të shkuar në haxh dhe dëshiron t'ia dhuroj këtë. Shejtani së duket u hutua fare. Ai ja sjell në krye Abdullahut të gjitha vështirësirat të cilat i ka përjetuar duke grumbulluar këta dinar. Ai do pëlqiste fare nëse Abdullahu do t'i dhuronte këtë pasuri kësaj nane. Por ja se imani i fuqishëm dhe devotshmëria e Abdullahut nuk e la të lëkundët fare në mendimin e tij. Ai nxjerr qesën me dinarët dhe ja drejton kësaj nane të ngratë. Urdhëro dhe ushqej fëmijët. Të lutem mos i ushqej me coftira, nga se do t'i dëmtosh ata. Do të dëmtosh shëndetin e tyre fort. Nana e ngratë si duket nuk i beson syve të veta. Çka janë këto orbir? Në te ka një shumë dinarësh. Besoj se do të mjaftojnë për një kohë të gjatë të ushqeheni. Ajo e hap nga dalë qesën dhe kur sheh shumën në të, manitet. Pra një shumë sa që do ju dërgon të juve në haxh dhe do ju kthente prapë. U habit dhe filloi të qaj me të madhe. Alhamdulillah, lavdia dhe madhëria i takon Zotit tim të madh. Faleminderit biri im. Allahu të bëft sevap. Allahu të bëft sevap sikur të shkoshe në umër dhe në haxh o biri im. Allahu të bëft xhennet. Abdullahu habit që kjo grua po lutet kështu, sikur tinte që këto të holla janë të bërë një jetë për haxh. Subhanallah. Por ai nuk i tha asaj asgjë. Heshti. Të nesërmen u nis karavani për në haxh. Të gjithë dolën në rrugë dhe po përcjellin haxhilerët. Të gjithë i urojnë njëri tjetrit haxh të pranuar dhe rrugë të mbarë. Abdullahu nuk doli fare. Ati i mungonin tani më mjetet për udhtim. Sa vështirë për këtë njeri që të rjetën ndëroi për kryerjen e haxhit, e tash po mbyllet në dhomën e tij dhe i lutet Zotit që nga shtëpia e tij. Ajo që ishte interesante, se askush nuk e hetoi se Abdullahu nuk ishte mesin haxhilerëve që po udhtonin. Askujt nuk i ra kjo çështje në sy. Kaluan ditë të tëra dhe javë të plota. E Abdullahu nuk i ra askujt në sy. Ai kalonte ditën në dhomën e tij, duke u zhytur në ibadet dhe adhurim Zotit, dhe duke medituar kënaqësinë e atyre që janë në haxh. Kur u kthyen haxhilerët nga Qabeja e Zotit,
filluan të liftohen në Abdullah ibn Mubarakun. O Zoti i Madh, sa djalë i mirë, sa na ka ndihmuar, sa gjëra na ka ofruar, sa mësimin na ka dhënë, dhe shumë livdata për këtë njeri. U habit Abdullahu, subhanallah, i madhëruar qoftë Zoti, që bën me këto njerëz? Unë nuk kam qenë në haç fare. Ata më sqarojnë mua dhe më tregojnë vendin ku jemi ulur, vendin ku i kam mësuar dhe vendin ku i kam këshilluar. Abdullahu mendohet në vetvete, por nuk i thet kuj asgjë. Në atë mbrëmje, a i falë 2 rekate namaz dhe mbështetet të pushoj. Ati i paraqitet në ëndër se po lind një diell nga fytyra e tij dhe dikush po i fol. O Abdullah, nuk e dish se kush jam unë? Unë jam Muhamedi, i dërguar i Allahut. Jam i dashur i yt në dunja dhe jam shefatxhiu i yt në ahiret. Unë do të bëj lutje për ty në ahiret, o Abdullah. Allahu të nderoj, sikur që e nderove atë vejushën me jetimat. Ti nuk ju tregove njerëzve se ku i harxove paratë e haxhit. Ti e mbulove atë familje, ti e ushqeve atë familje, dhe Allahu të mbuloj ty. Askush nga qyteti nuk e ka kuptuar se ti nuk ke qenë në haxh. Të gjithë e dinë se ke qenë me karavanin dhe ke qenë në Tavaf dhe ke qenë te varri im në Medinë. Allahu krijoi një melek në pamjen tënde, i cili ishte çdo hap dhe çdo vend me haxhlerët e vendit tënd. Si dhuratë për këtë punë, Allahu a pranoi haxhin të gjithë haxhlerëve të vendit tënd, dhe ty, o Abdullah, ti t'i shkroi 70 haxhllogë. Me këtë kënaqësi, Abdullahu zgjohet prej gjumit, i hap syt dhe po buzëqesh. O Zot, çfarë myshte? O Zot, çfarë sihariqi? O Zot, çfarë kënaqësie në shpirt? Allahu e pas të mëshiruar Abdullah ibn Mubarak. Allahu e mëshiroft dorën që jep. Allahu e mëshiroft juve edhe neve që na dëgjoni. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Projekti nga Xhamia Vil. Përgatiti dhe lexoi Bekim Alimi.